Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Albin Kurti vijon përpjekjet për krimin e shumicës në zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Pas takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, shefi i qeverisë konfirmoi se koalicioni i mundshëm me LDK nuk garanton shumicën e mjaftueshme të votave për shmangjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Edhe vetëvendosja 66 me partnerët me cilët ka garuar bashkë dhe me pakicat që na janë bashkangjitur mandej, kur ja shton edhe 15 deputet të LDK-s, bëhet 81. Pra me mzi, edhe 81-shi nënkupton që bashk asnjë deputet, as i vetëvendosjes, as i LDK-s, as i pakicave nuk bën të dështoj, ose e thënë më saktë mund të dështoj 1 po jo 2. Prandaj edhe vetëvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt që ne ta tejkalojmë këtë çështje dhe të mos detyrohemi të shkojmë sërish në zgjedhje. Ai deklaroi se në këto kushte nuk mund dhe as të blidhen në nënshkrime për zgjedhjen e presidentit të Republikës vetëm me votat e vetëvendosjes. Ne nuk mund të nxjerrim tash kandidat, edhe është e dëmshme nëse nxjerrim kandidat, e ndërkohë që kemi ngelur të numri 66. Ju e pat që kur kemi qenë të numri 56 në vitin e kaluar, nuk arritëm të bëjmë 61. Si do t'i bënim nga 66 të 80? Deklaroi Albin Kurti pas takimit me kryetarin e LDK-s. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lumir Abdigjiku paralajmëron se për zgjedhjen e presidentit të Republikës kërkohet përgjegjësi e lartë politike, e cila nënkupton qartësi, maturi dhe vullnet për kompromis, në mënyrë që të shmanget çdo rrezik për paqëndrueshmëri institucionale. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, Abdigjiku theksoi se procesi i zgjedhjes së presidentit po zhvillohet brenda një afati të kufizuar kohor. Sipas Abdigjikut, pritshmëritë për kreun e shtetit janë që të luajë rolin kushtetues dhe të mos shihet si vazhdimi i shumicës qeverisëse. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza mohoi diskutimet me emra konkret në tryezën me Albin Kurtin për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Kryetari i partisë më të madhe opozitare informoi se nuk shkoi në takim të bëjë marrëveshje apo pazar politik. Në takim nuk kam pasur prezantim të ndonjë emri, as emër nuk është përmendur. Kemi diskutuar për parime e rregulla, deklaroi Bedri Hamza. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikoi qasjen e kryeministrit për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Deputeti nga radhët e Aleancës, Besnik Tahiri, deklaroi se takimet me krerët e opozitës, Bedri Hamzën nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lumir Abdigjiku nga LDK, përbëjnë mungesë të skajshme të transparencës dhe llogaridhënies politike. Për herë të parë në historinë e Kosovës kanë parë takime kokë më kokë për të zgjedhur një president, deklaroi Besnik Tahiri. Parlamenti i Kosovës duhet të zgjedhë presidenten ose presidentin e vendit deri në datën 4 mars. Kjo periudhë përkon jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit së presidentes aktuale Vjosa Osmani, mandati së cilës përfundon më 4 prill 2026. Për të garuar për president të vendit, një kandidati duhet të sigurojë të paktën 30 nënshkrime të deputetëve, ndërsa nevojiten 2/3 e votave në Kuvendin e Kosovës me 120 deputet për të zgjedhur presidentin. Kurumi në Kuvend arrihet me 80 deputet, ndërsa nëse në 2 raundet e para të votimit një kandidat nuk siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjaftojnë 61 vota. Dështimi për ta zgjedhur presidenten apo presidentin e ri të Kosovës deri në datën 4 mars do ta çonte sërish Kosovën në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.